Qindra miliarda euro. Ka që është dëmi i Gjermanisë nga spionimet dhe sabotimet brenda vetëm një viti. Spionimi dhe sabotajet nuk janë pra vetëm problemi i Kosovës apo dhe vendeve të tjera tona të origjinës, por është një problem shumë i madh dhe serioz në rritje edhe për Gjermaninë. Me Kosovën dhe vendet tona të origjinës do të merrem në ndonjë video tjetër, sepse edhe atje ka vërtet zhvillime interesante, por së fundi edhe në Gjermani janë ka për vërtet shumë spion, kryesisht rus ose që bashkëpunojnë me Rusinë, por spionimi luan një rol shumë të rëndësishëm edhe në ekonomi, që dëshmojnë edhe shifrat e mëdha prej qindra miliarda eurosh që shteti dhe kompanitë gjermane humbin nga veprime të tilla ilegale. Në studimet e fundit që janë publikuar këto ditë dhe janë paraqitur nga shërbimet gjermane të inteligjencës, vlerësohet se gjatë vitit 2025 Gjermania është dëmtuar të paktën 211 miliard euro nga spionimet dhe veprimet e tjera kundërligjore, kryesisht kibernetike, të kryera nga shërbimet e huaja. Kjo shifër bazohet në përgjigjet e rreth 1000 drejtuesve të anketuar të kompanive në një sondazh që është kryer nga mesi i prillit deri në fillim të qershorit. Këto dëme të vlerësuara janë më pak se sa një vit më parë, kur dëmet nga spionimet dhe sabotazhet e ndryshme vlerësoheshin në 289 miliard euro. Por, krerët e shërbimeve të inteligjencës thonë se dëmet mund të jenë shumë më të larta për shkak se shumë prej kompanive nuk paraqesin dëmet dhe shumë spionime nuk zbulohen fare për shkak pra se kompanitë duan të ruajnë edhe imazhin e tyre. Sidoqoftë, dëmet ekonomike të Gjermanisë nga këto aktivitete mund të jenë shumë më të larta dhe ky është fakt. Po kush sulmon më së shumti ekonominë gjermane? Besoj se po a merr mendja, por në studimin e kryer nga Bitkom thuhet se më shumë se kurrë më parë kompanitë e prekura i kanë identifikuar shërbimet e huaja të inteligjencës si autor të sulmeve. Nga shërbimet e huaja janë kryer rreth 37% të gjitha sulmeve kibernetike, ndërsa sa i përket vendeve konkrete, kompanitë kanë vlerësuar se më shumë se gjysma e sulmeve kibernetike nga shërbimet e huaja, është fjala pra, ndaj ekonomisë gjermane, kanë ardhur nga Kina e menjëherë pasaj renditet Rusia. Ndërsa së fundi janë shtuar edhe sulmet kibernetike nga Irani. Pjesa më e madhe e sulmeve megjithatë vjen nga autor ose të dyshuar nga qarqe të ndryshme kriminale që nuk kanë lidhje drejt për drejt me ndonjë shtet të huaj. Vitet e fundit një problem shumë i madh paraqitej rritja e sulmeve përmes inteligjencës artificiale, e cila sjell jo vetëm dobi të mëdha, por edhe shumë mundësi për aktivitete kriminale. E këtu kërkohen masa shumë serioze për mbrojtje dhe për siguri. Në veçanti, kur dihet se shumë prej këtyre kriminalëve që sulmojnë ekonominë gjermane e kanë bazën pikërisht në Gjermani, prej nga spionojnë dhe kryen sabotazhe për shërbime të tjera të vendeve të huaja. Nëse në këtë drejtim nuk ndërmirren tani masat e duhura, sipas ekspertëve, sulmet do të shtohen dhe këtë e thonë edhe shërbimet e inteligjencës. Por, sa do të kenë sukses? Kjo varet natyrisht edhe nga investimet në mbrojtje. E në Gjermani nuk ka pasur investime sa duhet në këtë fushë kohët e fundit. Kështu thonë ekspertët. Po ju miq të dashur, çfarë mendoni? Nëse doni, mund të më shkruani këtu në video dhe mund të komentojmë së bashku. Faleminderit dhe mirupafshim.